Mirëditorë dhe mirëditor, nga zemra ju përshtes dhe shpreh ju këtu dhe të gjithë banorëve të Mirditës dhe mirëditorëve kudo që janë sot në Shqipëri, jashtë vendit, mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme që i kanë dhënë Partisë Demokratike Opozitës Shqiptare për rolin e tyre të jashtëzakonshëm në historinë kombëtare të shqiptarëve. I dashur Zoti Kryetari i Bashkisë Albert Mlyshi, i dashur udhëheqësi politik i qarkut lërës për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, Agron Gjekmarkaj, të dashur deputet, kandidat për deputete dhe deputet, përfaqësues të shquar, të qytetarëve të qarkut lërës, krenari e vërtet për Partinë Demokratike, për banorët e Lezhës dhe të mbarë Shqipërisë. Të dashur miq, kjo ishte dhe është java e nishave. Me numrin e Zotit, nishat kanë marrë në dorë sot fatin e Shqipërisë, kanë marrë në dorë fitoren e shumë pritur të datës 11 maj. Kudo që shkoj, ndjej dritën, shkëlqimin e saj, që buron nga zemrat, buron nga shpirti, buron nga syt e qytetarëve të ringritur me shpresë dhe besim për të ndarë nga një e keqe që ata kur nuk e meritonin, për të ndarë nga një e keqe e madhe që po shkreton Mirditën madhështore dhe Shqipërinë madhështore, për të ndarë nga një e keqe që po mbyll klasat, po mbyll shkollat, që po mbjell vetmi dhe pasigurinë e votrat shqiptare. E tha i nderuari Ndoka këtu para nesh, kur tikin fëmijët dhe mbetesh vetëm, në një mënyrë ose një tjetër dënohesh me vetmi, por vetmia nuk është vetëm kaq, dënohesh dhe me pasigurinë e ditëve që vinë. Të gjitha këto u bën epidemi, këto 11 vite miqtë e mi. E vërteta është kjo, se gjerë në vitin 2014, nga viti 2007, në 2014, Mirdita, Lezhë, Shqipëria u rrit në popullat nga viti në vit. Sepse kishte shpresë se Mirdita bëhet, se Shqipëria bëhet, kishte shpresë se i riu dhe e reja në këtë vend mund të ndërtonin ëndrrën e tyre shqiptare, ëndrrën e tyre mirditore. Nga viti 2014, gjerë në vitin 2000,
1923, 1.099.000 shqiptar u larguan vetëm për në hapësirën e Bashkimit Evropian. U larguan nga Shqipëria sa kur në njëherë në historinë e saj shekullore. U larguan nga Shqipëria sa nga asnjë kom tjetër, nga çfarë lloj lufte apo epidemie që të kishte njohur. U larguan nga Shqipëria, miqtë e mi, sepse u vran, u rënuan mundësitë e shqiptarëve dhe bashkë me to shpresa dhe besimi për një të ardhme në vendin e tyre. Po, e ndëgjuam ndokën këtu. Si asnjë moshatar i tij në Ballkan dhe në Europë, Edi Rama